2 të vrarë në një atentat me armë zjarri në Lezhë. Viktim sipas policisë janë një çift bashkëshortësh nga Torovica. Bëhet fjalë për 39 vjeçarin Kreshnik Mujeci dhe bashkëshorten e tij, 32 vjeçaren Gentiana Mujeci. Të dy ishin duke udhëtuar me këtë automjet tip Audi nga qyteti Lezhës në drejtim të banesës së tyre në Torovic, ku ranë pre e breshërisë së armëve. Të dy bashkëshortët humbën jetën në vend, ndërsa u arritën që të nxirreshin nga automjeti disa minuta pasi ndodhi ngjarja e rëndë. Dyshohet se kanë qenë të paktën 2 persona që kanë qelluar me breshërinë në drejtim të makinës ku dëtonte çifti i bashkëshortëve. Pas atentatit ata mendohet se janë larguar drejt qytetit të Shkodrës. Uniformat blu kanë sekuestruar kamerat të sigurisë në zonë dhe kanë ngritur postbllogje të shumta për të bërë të mundur arrestimin e tyre. Janë marrë të gjitha masat, po kryen gjitha veprimet operative policore në terren, edhe në bashkëpunim me qarqet e tjera. Po punojmë intensivisht. Po fiksojmë çdo provë në vendngjarje me qëllim hetimin e plot, zbardhjen e gjithë dinamikës dhe zbulimin e autorëve dhe dhënien para përgjegjësisë të tyre. Pista ku janë përqendruar hetimet është ajo e hakmarrjes. Në vitin 2016, vëllai i Kreshnik Mujecit që mbeti viktim, Jozef Mujeci, ka vrarë me armë zjarri Genc Mihillajn, po nga fshati Torovic i Lezhës, pas një konflikti që kishin patur me njëri tjetrin. I riu 21 vjeçar në atë kohë u vu në pranga dhe ndodhet në burg, ndërsa një vit pas ngjarjes, në 6 tetor të vitit 2017, blut e Lezhës arrestuan edhe Kreshnik Mujecin, si dhe një vëllat të tij, me dyshimet se ishin të përfshirë në atentatin ndaj Mihillajt. 2 vëllezërit kanë mohuar akuzat, ndërsa u lanë të lirë nga autoritetet.